Në tavernat e Volli, pranë fshatit Kozar, bashkia Kuçov, nën kujdesin e veçantë të bashkisë Kuçov dhe të kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, si dhe nën kujdesin e Drejtorisë së Kulturës dhe Rinisë, u organizua panairi Kozarian Fest. Ky panair mblodhi fermerët e zonës, të cilët prezantuan produktet bujqësore më karakteristike të krahinës. Stendat ishin të mbushura me gatime tradicionale dhe kulinari të veçantë, duke sjellë për vizitorët shijet dhe traditat më të mira të zonës së Kozarës. Pjesë e panairit u bën gjithashtu ekspozita me piktura, këngëtarë të ftuar si dhe grupe i këngëve dhe valleve popullore të zonës, të cilët sollën një atmosferë festive, gëzim dhe trashëgimin kulturore të krahinës. Aktivitetet të tilla jo vetëm që shprehin mbështetjen institucionale për fermerët dhe artizanët lokal, por njëkohësisht mbajnë gjallë traditat dhe historinë kulturore, duke ja përcjell ato brezave. Pjesë e aktivitetit ishte edhe kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari, i cili falenderoi fermerët për bashkëpunimin dhe për kushtimin e tyre në sjelljen e produkteve dhe gatimeve tradicionale, duke ruajtur identitetin dhe historinë e zonës.